Kosovë edhe para pak muash në pati disa arrestime të rëndësishme që lidhnin Kosovën, do të thoja me Shqipërinë, me Bosnjë-Hercegovinën, ku kemi disa qeliza të njohura prej vitësh, sidomos në fshatin Gornja Moqa, po ashtu edhe me Zvicrën, me gjeneratat e para apo të dyta të emigrantëve që nga Shqipëria apo nga Ballkani ka shkuar drejt Europës. Në fakt, kjo shumë shpesh për të kuptuar terrorizmin, mendohet, jam bërë studime të thella, shumë shpesh është menduar se flasim për patologji psikiatrike, edhe kjo është e vërtet, por vetëm kur flasim për disa specifika, sidomos për ata që janë aktorët e vetmuar. Do doja që të pyesja në fakt për këtë gjë, do doja që të lutem celularit të lëvizjes sa më pak, sepse edhe fjala sa do vlerë të ketë, duhet të mbështetet patjetër edhe nga niveli mirë teknik i kësaj lidhje, dhe më vjen keq që nuk po arrim do të lidhemi në kushtet më optimale, pasi edhe kemi dhe një lëvizje të fortë të figurës. Mbase një herë tjetër do të kemi mundësi të lidhemi në mënyrë më profesionale, por gjithsesi me këto mundësi teknike që na ke ofruar në këto momente në këtë lidhje online, do doja të pyesja se ku qëndron pikërisht diferenca mes atyre që i quajmë si Lonely Wolves apo aktorë të vetmuar ose luftëtarë të vetmuar nga ata të cilët veprojnë në mënyrë të organizuar. Atëherë, kur flasim për Lonely Wolf, si thotë ju, flasim zakonisht për persona të vetmuar që në vitin e fundit të jetës së tyre kanë patur trauma të rëndësishme nga ana psikologjike. Pastaj futen në këtë kategori dhe persona që janë shumë të arsimuar, ndryshe nga sa mendohet, persona që shpesh përveç universitetit kanë edhe doktoratura, por që nuk kanë mundur asnjëherë të futen dhe të bëhen pjesë e shoqërisë civile. Prandaj flitet akoma dhe më tepër në këtë rast për emigrantët apo për ata që kërkojnë azil politik. Sepse në këto kategori, dhe këtu shqiptarët duhet të kenë kujdes sepse po arrim në gjeneratat e dyta, në këto kategori mos integrimi çon, edhe pse mund të kemi një arsimim të lartë, çon në shfaqjen e patologjive të rëndësishme dhe të problemeve të tilla të jetës sociale dhe ekonomike. Por edhe nëse do të analizonim ato që janë terroristët e organizuar në zonat apo në familjet e tyre, shikojmë një rritje të rëndësishme të aspekteve depresive, të aspekteve ansioze apo atyre traumatike. Diçka dhe një aspekt shumë i rëndësishëm përveç atyre psikologjik është aspekti ekonomik dhe social. Po ashtu dhe aspekti do të thoja ligjor, sepse për terrorizmin kemi në fakt edhe një tym shumë të përhapur për sa i përket aspektit ligjor dhe në nivel ndërkombëtar. Shqipëria në vitin 2016 ndërmori disa hapa shumë të rëndësishme nga ana ligjore, për atë që i përket ndryshimin e aspektit ligjor me thellimin e ndëshkimeve në këtë drejtim. Por këto ndëshkime nuk mund të funksionojnë nëse nuk kemi masa të rëndësishme të zhvillimit ekonomik dhe do të thoja të zhvillimit social, sidomos me teknologjitë e reja, ne kemi radikalizimin e dhunshëm nëpërmjet rrjeteve sociale. Pse ndodh kjo? Dhe përdoret nga terroristët për një arsye shumë të thjeshtë. Sidomos të rinj që janë të lidhur jashtëmase në kohët e fundit me rrjetet sociale, zhvillojnë aspekte të mos vlerësimit të drejtë të dhunës. Kjo do të thotë që duhet të arrijmë në një nivel shumë të lartë të perceptimit të dhunës në mënyrë që ajo të perceptohet realisht si është. Në qoftë se para 10 vjetësh një akt brutal perceptohej si diçka negative, sot duhet të arrihet në një brutalitet akoma më të lartë për të patur të njëjtin nivel emotiv dhe përgjigje emotive. Nga ana tjetër, jemi përballë ndryshimeve neurobiologjike dhe neuroemotive të rëndësishme në gjeneratat e reja, të lidhura me ndryshimet sociale dhe teknologjike. Kemi një rritje
kemi një rritje të aspekteve depresive, kemi një rritje të varjes nga interneti, dhe varja nga interneti e bën akoma më të thjesht hyrjen dhe arrit dhe përthithjen e demagogjive dhe përçuarjen e demagogjive radikalizuese. Pra, më falë, Emanuela Qëndërpres, duket pra se nga viti 2011 dhe në vitin 2025, gjërat janë përkeqësuar dhe teknologjia e ka bërë këtë, duke rënë edhe kampanat e alarmit përsa i përket rrezikut nga grupet e